Aty janë çakim valla. Presin dhomët, duhet fitoj kryetari tyre. Pyetje fort kjo, pyetje goditse. E sa mendon ti se do të zgjasë kjo protestot? Ajo do zgjasi aq sa do zgjasi dhe shtimi çdo ditë e pjesëmarrjes. Po filloj të biri ai numër, ajo shifër, atëre është pastër fishek zjarr. Po nëse zgjat, pra është pastër. Po zgjati, është e pastër si gjë. Jo se do jetë e pastër. Po zgjati thjesht është duke ecur ajo plani. Se do ta përdorim si. Kur thua që do zgjasi si gjë në ditë, i bie që po ecën plani atyre. Nëse prishet, pra nuk zgjat, i bie që është fishek zjarr. Pra këto dy anët është plani i tyre, prap. Ashtu i bi, po. Por nuk do dalë asnjë gjë e mirë nga kjo protestë, valla. S'ka lidhje fare. Me ato të drejtat që kanë dalë aty. Çi kërkojnë aty për shkak. Ti për çfarë mund të ish i kënaqur me këtë protestë, valla? Kur shkoshim Sorel, aty do vija i parë, aty do rija edhe në vend parë do mbaj edhe unë pankartën time atje. Po ti je bastard, se në agjenci jetën, po ikin shqiptarët nga vendi, në vend se ti thrash ashtu t'ja bësh jetën të lehtë, po ja vështirëson dhe po ikin. Që kjo, këtu duhet parë, po paksohet Shqipëria. Unë mendoj thotë një muaj të saktë. Që një muaj të hapur. Qa është falso, marrë shpejt. Jo, nuk jam dakord Alex, sot ja fut kot, se çfarë ka familja. I bie që për një vrasës të heqim qafi gjithë fisin. Nuk e di për çfarë kishte, çfarë thamë ne diçka më lart. Që pas ka reaguar me këtë koment? Jo, okay. Jo, nuk është e nevojshme në Sorel, por duhet të kishim ndjekur dje atë vajzën që na thirrin të hyjnë në kryeministri thotë. Po mirë, dakor, se ka qenë kjo tentativa për herë dhe me PD-istët ka qenë. Ja e thyve derën e kryeministrisë. Ja u futë brenda. Ja fillove duke qenë ato koltuqet apo ku digjon ato zyrat atyre. Edhe çfarë fitove? Do vi policia atje, do të kapi, do të rasin në rajon. Le që të kapë ajo gunga, për atë gungën që po lëvizte atje sipër. Ajo është aty që do me kap ata shqiptarët e vërtet. Se nga ata pritet që të bëhet bumi. Sepse ata janë vërtet që e kanë në lëkur atë acarimin, atë që s'po mban më. Kurse pjesa e madhe ata ishin hipokritë ata atje. Duan që dalë kjo pjesa e mirë, kjo ajka e shqiptarëve që janë vërtet patriotë dhe ardëtar, të dalin vit parë të fillojnë të bëjnë këto djegjet. Por mos bini te ky kurthi, sepse atë duan. Ti je kundër kësaj do. Jo, sepse ai është një institucion që i përket gjithë shqiptarëve, nuk është as e kopil Ramës, as e kopil Salës, as e kopilave të vegjël. Kupton? Ajo është pronë e shqiptarëve. Nëse do ikin këta bastardat, nëse pas sesër dash Zoti ta i bëjt lehtë vi një njeri i hajrit, e t'i japi drejtim të trenit, por ky vend nuk ndryshon me krasitje gjethesh e degësh. Por a e di, do vinë një player tjetër që mund të jetë më i keq, sepse mund të ndryshoj personi, po agenda është gjithmonë strikte, do të vazhdoj të çojë deri në fund. Po nuk e plotësoi ti agendën 2030, do e plotësoi Skëneri, ku dëgjon ku do sjell nga mbrapa. Po, na jepni komentin, mendimin tuaj për sa përket, a duhet shkojmë në Sorel apo jo? Se kjo është ajo çka po flitet deri tani. Ktu më shohini, sa pjesë sa ti më shohim domethënë. Jo, nuk është nevojë. Okej, në fakt Rama për shkallëzimin nuk e dëshiron thotë. Nuk është. Uj ku do mjerkull çoku, ata e nuqir atje. Si tha ky legjeni i gjati, tha që populli flet mirë në 4 vjet. Po pse sa po tundojmë sot më. Po pse ma legend. Legend, maskara. Çoja vallë, çoje. Do të thënë gjithë ky çoje se ata japi gjithë drejtën, edhe ata që po na ndjekin, si gjithë kështu është puna dhe është situata. Jo, po isha e çfarë që më shpisë edhe do nxjerr dufin këtu thash. Ti thosh Ramës shumë. Se më katil. O gatil. O baste. Po pse një herë ka ky popull i vuajtur, një herë në 4 vjet e ka atë zërin që mund të dëgjohet edhe kush edhe ato votat e dyshimta. Shumë prapa ti po shoh. Edhe kush ato votat e dyshimta atje, vetë votuat, më votuat. Kush po kthjet për vota më? Njerëz. Hiqeni atë idenë e bukur, atë nirvanën që quhet vot, që i kanë vënë emrin e vota e shenjtë shkundër votën. Është një ëndër e bukur. Është për të krijuar atë përshtypjen që populli është ai që zgjedh, ka të drejtë, ka liri për zgjedhje, po është mashtrim
super i gjetur nga sistemi. Vota nuk vlen fare. Neve sistemi komandohet nga ujqër. Dhe ata që ka vendosur në krye të vendeve janë po ujqër, janë të gatshëm që ta shtypin popullin. Edhe lind pyetja e logjikshme fare. Si mund të t'japin ty të drejt ujqërit të vendosësh për ata se kush do vendoset në krye? Ku na pyesin edhe ata? Por e ke vota jo. Ai kafsha tha vetë një herë në 4 vjet alla. Domethënë, brenda këtyre 4 viteve nuk kemi më të drejtë të flasim sepse na iku shansi. Domethënë bumin e madh do ta bëjmë neve në ditën e votës, ë? Pastaj e fshini fare ju e shfarosni gjithë vendin. Tu na e shqit, tu e djeg, tu rëmbysh shtëpit, tu të rrejt njerëzit zvarr, ë? Sepse vetëm një herë flasim neve. Këtë tha ai Kopili. Një herë. Po ti shkojnë të shtëpia atje pastaj dhe t'ja djegin atë vendin aty siç dogje i gjithë jugun. Erse na vi policia atë. Aty ta shohin pastaj. Policia më na arrestu me këtë thirrje që bëjmë ne. Do na dalë në një për krah. Po s'ka për të marrë vesh njëri herë, se këta të zhdukin direkta. Po se kam merak domethënë. Nuk e di alla, unë duhet që ta bëj gjumin qet ndarkë. Fakti që vjen aty ky emisioni këtu është themi disa gjëra që kundërshtojnë ato narrativat zyrtare që dalin në televizor, se janë gjitha për shpërqendrim. Po shumë mirë thot dhe në Zvërnes, dhe në Surrel, dhe në Zvërnes, dhe në portin e Durrësit, në të gjithë vendet që ka zaptuar ky gangster i Shqipërisë thot. Po valla. E ka kthyer në mafje më valla, e ka kthyer në klik. Po sikur Edi Rama me preardhje, jo shumë breza me origjinë, nuk është nga Shqipëria, kështu duhet të shporret nga ky vend. Është çifut në gjysmën e tij është çifut, ai ta din njerëz nga ana e Mamas, jo nga Kristaqi, nga ana e Mamas është çifut. Edi. Lërë që thot preardhja vunoje këto me radhë që sepse brenda kanë që marrin preardhje nga mamaja, nga babai. Po mama ne ka çifute. Kur erdhën këtu nga eksodi atëre që u strehuan këtu, edhe që sa kopila janë ata çifutët e mundet atje, ata kaçurelcat. Neve i mbajtëm këtu, ishte një nga vendet të pakta në gjithë botën që i strehuam dhe i mbrojtëm, edhe asnjë çifut nuk diqtu në Shqipëri. Nga ato përndjekje që i vishin nga nazistët, nga gjermanët e nëra. Asnjë nuk diqtu, aq shumë u mbrojtën, aq fuqishëm u mbrojtën çifutët këtu. E tani vjen ata kompilat dhe na blejnë vendin. Por mos vjen për të mirën tonë, por për të na mbrojtur nga të tjerë ndoshta. Po sigurisht alla. Çfarë fol ti? Duan ata. Ata gjithë ato vjedhje që ka bërë. Se kuptojmë Edi Ramën, se kuptojmë ne lart mallnin sultan. E keq kuptojmë vazhdimisht.